Kjo është një ndër rrugët më të frekuentuara në Maltezi, sidomos gjatë sezonit veror. Se sa është e nevojshme standardizimi i saj, flet boll vetëm fakti që gjatë gushtit në pikën kufitare Sukubin Maurician kanë kaluar më shumë se 500.000 persona. Derisa partnerët e koalicionit qeverisës në Tivar kanë bërë pjesë të marrëveshjes, standardizimin e rrugës që nga rrethi në Kryë deri në Tivar, pak informacione thuhen për fazën e tretë të rrugës Sukubin Ulqin. Banorët bile kanë filluar që t'jenë edhe skeptik nëse do vazhdojnë punimet nga rrethi në Kryth në drejtim të Tivarit apo Ulqinit. E quajtur si faza e tretë, vlera e ndërtimit të këtij segmenti kap 10 milion euro dhe punimet priten që të fillojnë në shtator të 2014-s, deri kur do të kompletohen të gjitha procedurat për nisjen e punimeve, u tha në prononcimet e përfaqësuesve të Drejtorisë së Komunikacionit dhe pushtetarëve lokal në takimin e 4 tetorit të 2013-s. Për të mësuar se çfarë po bëhet në këtë temë, pyetëm sekretarin e Sekretariatit për Veprimtari Komunale dhe Mbrojtje të Mjedisit, Avdullah Dervishi. Po bëhet fjalë, domethënë, për fazën e tretë të rrugës, që nga Sukubina deri në Ulqin, gjithsesi faza e tretë përfshin pi Ulqinit deri në Kryth. Është një projekt e cili është në përpëllim sipër, gjithsesi ka pas disa biseda se ndoshta vazhdon për Tivare, jo për Ulqin, mirëpo unë ju them se në kontakt të vazhdueshëm me drejtorinë për komunikacion, domethënë është të punu projekti edhe është në fazën përfundimtare revidimi i tij. Që mbas revidimit më njëherë do të shpallet tenderi edhe për zgjedhjen e kontraktuesit i cili do të vazhdojnë punimet, domethënë për aksin rrugor për Ulqin deri në Kryth. Kjo është më së sigurt edhe na pret së shpejti një investim i tillë në territorin e komunës Ulqinit. Për t'i fikur të gjithë këto zëra, kur qytetarët do të kenë mundësi që shohin diçka konkrete në terren, të shohin punime, sa zgjat kjo procedura që deklaruat e këtyre planeve, tendereve tjera? Po, shifni, vetë procedura ligjore për një tender zgjat rreth 2 muaj, nëse nuk ka ankesa. Por si do qoftë nëse ka ankesa e mund të zgjasë edhe 3 muaj. Ne besojmë se në 2 javë të ardhshme do të shpallet tenderi, ne do të jemi si komunë të njoftuar me shpalljen e tenderit të cilën e bën Drejtoria për Komunikacion, edhe mas e saj me njëherë pritet në 2 muaj të ardhshëm që të zgjidhet kontraktuesi, të nështrohet kontrata dhe të fillojnë punimet. Unë besoj se të gjitha kjo procedurë do të kryhen para vitit të ri, të them sa i përket zgjedhjes së kontraktuesit edhe nështrimit të kontratës me te. Derisa punimet? Punimet atëherë sigurisht mas zgjedhjes së kontratës, mas nështrimit të kontratës me kontraktuesin, tash nuk e di saktësisht se kur, pasi që mjetet për këto i siguron Drejtoria për Komunikacion, janë varet edhe paksa pi buxhetit, si ka më shkuar realizimi i tyre. Kujtojmë që standardizimi i këtij aksi është kritikuar edhe për mungesën e vendndalesave për autobuset dhe vend parkime. Edhe në këtë drejtim ende nuk shihet ndonjë iniciativë në terren për përmirësimin e këtij lëshimi me pasoja. Standardizimet e rrugëve dhe investimet dekadave të fundit janë lidhur ngushtë me fushatat. Shpresojmë që diçka e tillë të jetë e kaluar dhe investimet gjithsesi standardizimi i kësaj ylli të fillojë sa më parë për të qenë befasi e këndshme për turistët e sezonit 2015.